nuk është e nevojshme që të kemi një urdhër nga diken, apo të jenë shkaku i disa pikave që ka ndoshta për dekadave që janë mosmarrëveshje mes nesh, por ne duhet të gjejmë një kanal komunikimi dhe për këtë arsye ka ardhur në Ankara, por normalisht që ka edhe mendime shumë të ndryshme të cilet edhe presidenti Turk nuk ishte fare i përgatitur në prononcimin për media kur bëri për këtë takim, ja siç e shihni edhe tani, domethënë lexoj në letër pa asnjëherë gazetarët, por kryeministri grek ishte më i përgatitur ku në fakt ai përcollet të gjitha pikat e marrëveshjes dhe të mosmarrëveshjes që kanë Turqit tash, qoftë në anën rajonale, por qoftë edhe në anën globale, të cilat i përket një nga këto temat ishte Ukraina, ishte ukrainese, tjetra ishte Gaza. Pra, kjo ka qenë një takim i rrallës, por që nuk ka prodhuar domethënë një paqe, pavarësisht se do të thënë edhe kjo që në media dhe shumë tensione për politika të ndryshme, qoftë greke, qoftë turke, ne po pritshim domethënë vazhdimisht që kur po fillon lufta turko-greke, por do të thënë edhe kjo Rosalba që të dyja këta janë antarët e NATO-s dhe nuk pritet një luftë, por mosmarrëveshjet kanë qenë në fakt tradicionale dhe ende duket edhe me këtë takim, edhe pse janë shkri akullat dhe kanë hapur një kanal për komunikim, domethënë pra tashmë që para një jave kishte probleme jetike në detin e Egjet dhe këto shumë afër ku jetoj unë, përsëri ai kanali i diplomacisë është hapur dhe takimet janë shumë domethënëse për të dyja anët, por një rezultat pozitiv a kemi nga këto takime? Jo. Pra a ka zgjedhur ky takim ato probleme që kanë jetike me ata? Jo, por thuhet qoftë në media ndërkombëtare, por edhe në median turke është edhe një urdhër i Amerikës për Greqinë, e cila ka kuptuar në vitet e kaluar disa gjëra gabim, sidomos bazën ushtarake të rëndësishme që e bëri Amerika para 2-3 viteve në Aleksandropolis të Greqisë, pra këtu shumë afër kufirit turko-grek në trakën perëndimore, dhe Greqia kujton se ata janë të saj, por në fakt ata kanë qenë të NATO-s ku priste edhe lufta lufta Rusi-Ukrainë, e cila Greqia është e vetmja zonë që pa thyer marrëveshjen e Lozanës dhe të Montrës, e cila përcakton edhe kufijtë dhe rregullatorin e urës e ngushtisjes së Bosforit dhe të Dardaneleve, pra si do kalojnë anijet luftarake për ngushtisjen e Bosforit apo për Dardanele, ku këtu në fakt kemi tashmë 4 vite që ka filluar lufta në Ukrainë, pra asnjë anije luftarake ruse nuk ka kaluar as nga deti i Zinës dhe as Anasjetas dhe asnjë amerikane, dhe këtu Turqia ka treguar edhe rolin e vet dhe përpikmërinë ndaj marrëveshjes së Montrës, e cila është në të drejtën ndërkombëtare, dhe për këtë arsye Amerika pa bërë një bazë ushtarake në Aleksandropolis, kurse tashmë Greqia ka kuptuar që nuk është e Greqisë dhe ato armë nuk janë për të luftuar Turqinë, por janë për vend tjetër, dhe në këtë aspekt Greqia është ulur, ashtu plus edhe Greqia këto muajt e fundit duke parë edhe opozitën greke në fakt ka bërë gabime fatale, sidomos të 2 vitet e fundit me përkrahjen pa limit të Izraelit dhe marrëveshjet që ka bën Kipër, Izrael, Greqi.